Në vitin 1638, një ushtri prej 15.000 ushtarësh nga Bosnia, Kroacia e Serbia marshoi drejt maleve të Këlmendit. Urdhri i sultanit ishte i qartë: asnjë të mos mbetet gjallë, fshini Këlmendin nga faqja e dheut. Por ata nuk dinin se po hynin në tokën e gabuar. Këlmendasit, vetëm 2900 veta, e pritën armikun në gryka e male. Bllokuan rrugët me shkëmbinje trungje dhe pastaj Bora e Madhe bëri pjesën tjetër. Në mes të stuhis, ushtria e Vuqopashës mbeti e rrethuar, pa ushqim, pa dalje, pa shpresë. Kur u përpoqën të tërhiqeshin, Këlmendasit i sulmuan si rrofeja e maleve. Në pak orë 2000 ushtar ranë dhe pjesa tjetër u shpërnda në panik. Pasha i Bosnjës iku me turp, ndërsa emri Këlmend u shkrua për jetë në histori. Kjo është historia e fisit që sfidoi një perandori dhe fitoi me besë, burrëri dhe nder. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind.